Hurmat të shpëtoni jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Hurmat arabis janë plot me vlera të shijshme dhe me nivele të larta të ushqyesve. Përveç shijes së tyre karakteristike, hurmat arabis janë teje të shëndetshme dhe i ofrojnë organizmit një sër përfitimesh të rëndësishme edhe në përditshmëri. Hurmat arabis janë një burim shumë i pasur i fibrave, mineraleve dhe vitaminave të rëndësishme. Ato ndihmojnë kundër problemeve të konstipacionit dhe gjithashtu ndihmojnë kundër problemeve të tretjes. Hurmat arabis mund të gjenden kudo nëpër dyqanet e ushqimeve të shëndetshme edhe poshtë marketit. Në këtë video do të zbuloni se çfarë ndodh në organizmin tuaj nëse konsumoni rregullisht hurma arabie, të paktën nëse konsumoni një grosht me to çdo ditë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sipas Brightside do të rendisim vlerat kryesore që do t'i ofrojnë shëndetit tuaj konsumi i hurmave në mënyrë të përditshme. Do të keni një tretje më efikase. Hurmat përmbajnë nivele të larta të fibrave të cilat janë një përbërës kyç edhe për tretjen e shëndetshme. Një sasi prej 100 gram me hurma do të ofrojë 7 gram fibër, e cila ju mundëson një lëvizje më të mirë të zorëve. Megjithatë, stomaku kërkon pak kohë që të mësohet me fibrën për të marrë më të mirën e saj. Konsumi i hurmave në mënyrë të përditshme do të rrisë nivelin tuaj të energjisë. Hurmat arabis janë teje të ëmbla dhe megjithatë nuk e rrisin nivelin e sheqerit në gjak. Kjo ndodh edhe falë fibrës e cila ngadalëson edhe thithjen e sheqernave në trup. Hurmat ofrojnë shumë energji e cila është e qëndrueshme dhe jo e luhatshme. Hurmat do të ofrojnë nivele më të mira të antioksidantëve në organizmin tuaj. Hurmat përmbajnë shumë antioksidantë të cilët neutralizojnë radikalet e lira në organizëm. Radikalet e lira janë përgjegjëse për shumë sëmundje të këqija të cilat i kanosen organizmit. Ekspertët thonë se hurmat arabis kanë më shumë antioksidantë se fiqt dhe kumullat. Antioksidantët e hurmat do të pengojnë shfaqjen e inflamacionit kronik dhe do të mbrojnë shëndetin tuaj mendor. Studimet kanë treguar se konsumi i rregullt i hurmave mbron trurin tuaj nga problemet e dëmshme siç janë ato të Alzheimerit. Për më tepër, hurmat përmbajnë edhe nivele të larta të elementëve ushqyes të cilat do të përmirësojnë funksionet e trurit, përfshin aftësinë e tij për të nxitur kujtesën, të menduarit dhe zbutjen e ankthit. Ato do të përmirësojnë gjithashtu edhe luhatit e sheqerit në trup. Hurmat e arabis janë një zëvendësues shumë i mirë i sheqerit të rafinuar. Ato mund të përdoren në shumë receta në vend të sheqerit. Mjafton që t'i përzjeni ato në një mikser me pak ujë dhe të formoni një pastë. Për çdo lugë sheqer që nevojitet në recetë mund të përdorni një lugë nga pasta e hurmave. Mjafton një javë dhe do të vëreni që shëndeti juaj do të përmirësohet ndjeshëm dhe do të mbani larg kështu komplikacionet që i kanosin atij. Hurmat e arabis janë të pasura me vlera të shijshme me nivele të larta të ushqyesve për mbrojtjen e organizmit. Përveç shijes së tyre karakteristike, hurmat arabis janë gjithashtu teje të shëndetshme edhe për vlerat që ofrojnë shëndetit. Hurmat arabis janë një burim shumë i pasur i fibrave, mineraleve dhe vitaminave, të cilët mund të bëjnë një ndryshim rrënjësor për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ato do të ndihmojnë me konstipacionin me problemet e sistemit tretës. Hurmat arabis gjenden kudo dhe gjithashtu, vlerat që do t'i ofrojnë shëndetit tuaj do ta bëjnë atë një prej frutave më të rëndësishëm për të konsumuar në mënyrë të rregullt. Ato do të përmirësojnë shëndetin tuaj të zemrës. Kaliumi që gjendet me shumicë te hurmat arabis do të ulë gjendjen e rrezikut të trurit. Për më tepër, nëse përfshini hurma në dietën tuaj do të ulni nivelin e kolesterolit të keq. Kolesteroli i keq akumulohet në muret e enëve të gjakut dhe i bllokon ato, duke rrezikuar ndjeshëm zemrën. Nivelet e larta të kolesterolit në gjak nënkuptojnë që zemra është e rrezikuar nga bllokimet e menjëhershme që mund të ndodhin në enët e gjakut. Ngrënia e ushqimeve mund të ulë kolesterolin e keq dhe të mbajë zemrën e sigurt nëse shtoni hurmat në dietën tuaj, citon eksperti. Ato do të rrisin kështu nivelet tuaja më të mira të energjisë. Hurmat e arabis janë të mbushura me sheqerna natyrale të cilat do të përfshin fruktozë, sukrozë dhe glukozë,
Element këto mjaft të rëndësishëm për të përfshirë me do e mos në jetën tuaj të përgjithshme, dhe vlerat që do të merrni prej tyre do të bëjnë një ndryshim parësor në rritjen e përfitimeve të trupit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e hurmave edhe për të përmirësuar ndjeshëm aparatin tuaj tretës. Hurmat e Arabisë kanë një sasi të konsiderueshme të fibrave të tretshme, të cilat janë gjithashtu edhe thelbësore edhe për të përmirësuar edhe tretjen e aparatit tuaj. Kjo teknikë ndihmon që organizmi të shmangë problemet e konstipacionit. Kaliumi që gjendet me shumicë tek hurmat ndihmon edhe në trajtimin e diarezë dhe gjithashtu edhe problemeve të stomakut. Duke qenë se hurmat kanë një ngjyrë kafe, atëherë janë të shkëlqyera gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës. Për më tepër, hurmat do të forcojnë bakteriet e mira të stomakut. Hurmat janë një produkt fantastik edhe për personat të cilët vuajnë vazhdimisht nga problemet të anemisë. Anemia prek shumë njerëz, nevoja e të cilëve prekur është vërtet e madhe, por konsumi i këtij fruti në dietën tuaj mund të jetë një zëvendësues shumë i mirë i mineralit të ekurit që ju ndihmon të menaxhoni më mirë shëndetin tuaj. Gjithashtu hurmat e Arabisë janë një frut shumë i mirë për shëndetin e kockave, gjakun dhe sistemin imunitar. Hurmat përmbajnë magnez, mangan dhe selenium. Ky i fundit është një mineral i nevojshëm në parandalimin e radikaleve të lira. Këto minerale janë të nevojshme për të mbajtur kockat e forta dhe gjakun e shëndetshëm. Përveç shijes, kjo është një arsye më tepër për të konsumuar 3 hurma në ditë. Së fundmi, por jo nga rëndësia, hurmat e Arabisë janë teje të shëndetshme nëse gjithashtu shtohen në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Edhe nëse dieta juaj mba larg sheqerin dhe produktet e ëmbla që përfshin sheqerin e arrës së kokosit, mjaltin, shurupin e misrit e të tjera, mos harroni të konsumoni fruta. Kur përzierni hurma në treg, kërkoni ato me lëkurë cilësore dhe jo të rrollosura. Mos zgjidhni kokrat të cilat kanë aroma të çuditshme ose tepër të forta. Hurmat e Arabisë mbahen në frigorifer për të qëndruar gjithashtu edhe për më gjatë për konsum. Hurmat e Arabisë janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të konsumuar edhe si një snak i përkryer për të marrë midis vakteve. Gjithashtu konsumi i tyre është shumë i mirë për të gjithë ata që duan të mbajnë trupin në formë dhe të bien gjithashtu nga kilogramët e tepërt. Kjo sepse ky frut i ëmbël përmban pak yndyrna dhe nuk ka kolesterol. Hurmat e Arabisë gjithashtu janë perfekte për të ngrënë mes vakteve ose si ëmbëlsira, jo vetëm që duan të mbajnë linjat e trupit të rregullta, por për të gjithë ata që vuajnë edhe nga problemet e tensionit të lartë të gjakut dhe problemet që lidhen gjithashtu edhe me shëndetin kardiovaskular. Një tjetër e mirë që vjen nga konsumi i hurmave është edhe niveli i lartë i fibrave të tretshme, të cilat do të mbrojnë shëndetin tuaj kardiovaskular nga komplikacionet. Fibrat e tretshme parandalojnë në formimin e pllakave bakteriale dhe kolesterolit në arterje. Hurmat e Arabisë kanë fibra të patretshme, për të cilat largojnë edhe toksinat nga zorët, duke shmangur kështu problemet e kapsllëkut dhe duke ndihmuar në këtë rast edhe për të rritur energjinë e trupit. Vetëm që janë të ëmbla për shkak të përmbajtjes së sheqerit, megjithatë, ato janë një zgjidhje praktike për të ushtuar me do e mos në dietën tuaj, citojnë ekspertët. Në çdo kohë, ushqyerja me hurma mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Është e rëndësishme që të mos teprohet me konsumin e këtij fruti, por konsumi i tij në mënyrë të rregullt dhe brenda normës së lejuar mund të jetë një zgjidhje afatgjatë në rritjen e përfitimeve të shëndetit. Gjithashtu ato janë të pasura me nivele të larta të kalciumit, i cili është një mineral shumë i rëndësishëm edhe për forcimin e dhëmbëve dhe të kockave tuaja. Ato gjithashtu përmbajnë edhe magnez që është i dobishëm në funksionin e muskujve dhe gjithashtu edhe në sistemin nervor. Kjo lëndë ushqyese është shumë e rëndësishme për forcimin e kockave, bakri, zinku, magnezi, 3 lëndët ushqyese që gjenden te fruti luajnë një rol të mirë edhe në sistemin tuaj imunitar, citoi eksperti. Hurmat e Arabisë janë të pasura gjithashtu edhe me vitaminën A, e cila është shumë e rëndësishme edhe për shëndetin tuaj të syve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.